Diskutim dhe miratimi i kalendarit punimeve të Komisionit për periudhën 2-20 mars 2026. Projekt ligje dhe projekt vendime përfshira janë shqyrtimi në seancën e datës 5 mars, projekt ligji për një shtesë në ligjin 69/2012 për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, ndryshuar nismëtar është deputete Evis Kurshi. Ne jemi komisioni përgjegjës për shqyrtimin e këtij ndryshimi dhe shqyrtim në seancën e datës 19 mars, projekt vendimi për miratimin e planit strategjik të Kuvendit të Shqipërisë. Projekt vendimi ju ka ardhur në email, besoj e keni parë të gjithë dhe e keni lexuar, nëse pas në pikën e diskutimit mund të parashtroni vërejtjet apo propozimet tuaja për këtë gjë. Për datat në vazhdimsi mund të sillni propozime kur t'i diskutojmë duke respektuar fakt edhe afatet e vëna. Një e kemi propozimin e zonës Kurshi e kemi për ta diskutuar dhe për ta futur në rendin e seancës në datën 5 mars. Kështu që mendoj që ky projekt ligj të diskutohet brenda kësaj jave. Për projekt ligjin tjetër e diskutojmë javës tjetër për shkak të ngarkesës ndoshta që kemi në terren, sepse kjo është javë gjelbërt dhe në fakt ishte çik jashtë radhe mbledhja e këtij komisioni dhe po ta vini re nuk kanë komisionet e tjera mbledhje. Kur mendoni, domethënë, propozim nga ana juaj për këtë gjë? Po, faleminderit kryetar. Në fakt ne duhet presim edhe komisionet e tjera për dhënie mendimi, sepse ne jemi komisioni përgjegjës. E para kjo dhe e dyta, unë besoj që ne menjëherë duhet i dërgojmë një shkresë kryeministrisë për të marrë mendim, meqense është një projekt ligj që ka efekte financiare. Kështu që sa më shpejt të niset shkresa dhe më pas ne mund ta diskutojmë. Faleminderit. Mos rihapim këtë temë që e kemi diskutuar një herë, sepse ne kërkuam një mendim nga ana e Këshillit Ministrave për efektet financiare të projekt ligjit me të njëjtën përmbajtje që propozoi zonja Zhupa dhe nuk morëm një përgjigje nga ata me iden fakt me rregullin, mendoj, apo traditën, se ndoshta nuk është e shkruar në rregullore, që këtë kërkesë bën shërbimet e Kuvendit dhe është konferenca e kryetarëve ajo që vlerëson dhe që parashikon futjen në projekt kalendar, në seancë, në rendite, pavarësisht të përgjigjes që ka sjell kryeministria, sepse kështu është trajtuar rasti i parë në analogji me rastin e parë. Unë nuk mendoj që duhet presim, por nëse ju e pretendoni një gjë tillë, meqense e kemi përdor dhe në rastin e zonjës Zhupa, atëherë ju jeni propozuesja, ju jeni ata që e paraqisni si majorancë, në fakt jo në mënyrë saktë dhe drejt, duhet t'i sqarojmë disa gjëra. Ne jemi komision i cili respekton antarët e tij, por respekton dhe të gjithë deputetët e tjerë propozues. Unë nuk e di pse propozimi juaj duhet ketë prevalencë mbi propozimin e zonjës Zhupa, sepse është i njëjti objekt, është i njëjti problem që duhet zgjidhur, që ka të bëjë me 11.000 mësues që nuk kanë marrë pagesën e tyre, por që krahas pagesës duan që të kenë siguri në punën e tyre dhe në karrierën e tyre dhe patjetër që trajtohen me dinjitet dhe me respekt. Dhe unë gjykoj që duhet modifikuar diçka. Ju pastaj është mendimi juaj që spaku zonja Zhupa të futet si propozuese edhe në këtë pjesë me dakordsinë e saj, se s'mund ta themi ne, në këtë projekt ligj që kërkon të ndryshojë ligjin e parauniversitarit dhe jo ligjin e arsimit lart, por të arsimit parauniversitar. Nuk është logjike, unë e thash dhe herës tjetër në fund fare, e thash dhe me seriozitet, por dhe në formën e ironisë, që kjo është edhe ngrabitje pronësisë intelektuale, se puna jonë profesionale kjo është, prodhojmë ligje. Tani unë e prodhoj ligjin
Dhe meqense ky ligj duhet në një vend tjetër dhe ju thoni që do e propozoj unë mendimin tënd, më unë këtë se kuptoj, sepse iniciativa është e zonjës Zhupa, iniciativa është e sindikatave të arsimit dhe ne duhet respektojmë dhe sindikatat e arsimit dhe zonjën Zhupa në propozimin e saj. Se i bie për të njëjtin objekt ne të votojmë ju, se ne kemi votuar pro propozimin zonjës Zhupa, ju të votoni një herë kundër dhe pastaj të votoni një herë pro. Dhe unë gjykoj që kjo nuk ka logjikën minimale. Po, kryetar, atëherë edhe një herë po e sqaroj që ne nuk po propozojmë mendimin e zonjës Zhupa, ne thjesht po japim një zgjidhje shqetësimit të mësuesve. Pra, iniciativa jon lindi vetëm me qëllimin për t'i dhënë zgjidhje shqetësimit të mësuesve. Për sa i takon kryeministrisë, pra mendimit nga Këshilli i Ministrave, ka një diferencë midis dy projekt ligjeve. Ai u rrëzua dhe prandaj nuk ishte nevoja që ne ta prisnim. Me siguri do mbri në kuvend mendimi i Këshillit të Ministrave, por ne nuk ishim pse e prisnim sepse u rrëzua që në parim projekt ligji. Ndërsa nëse do të miratoj, patjetër që duhet të pritej edhe mendimi i Këshillit të Ministrave. Në rastin konkret duhet pikërisht për këtë arsye, sepse nuk mund të zbatohet një projekt ligj nëse megjithatë ne mund ta fillojmë diskutimin e projekt ligjit deri në vendimin final, pasaj që kur të jetë në seancë plenare, po, thjesht zbatojmë rregullore. Faleminderit. Debati jon për efektet financiare u bë para se të rrëzohesh në parim dhe të rrëzohesh në komisionin e ligjeve. Po jo, kemi bërë debat për ta futur një herë në program. Debati ynë për efektet financiare është për ta futur në shqyrtim në komision dhe u bë debat 2 orë. Dhe nuk u pranua. Po pra, ne e kërkuam një mendimin. Po ky është sigurt që do kaloj? Jo, s'është e sigurt Po mirë, atëherë. Po ne jemi konsistent, pra ne në të dyja rastet kërkojmë të njëjtën gjë. Se s'po ta jap fjalën. Ja 1 minutë. Ja 1 minutë. Po 1 minutë se qëndrimi po më është mirë, e kam shumë thjesht. Jo, nuk është i njëjtë fare, sepse thash llogarit pak kohën kur kemi bërë debatin për të njëjtën temë. Edhe spostoje në kohën dhe në një parashtrim. E kemi, po pra, debatin, po ja se po flasun, debatin e bëm për ta futur në shqyrtim në komision. Ju nuk pranuat, sepse kërkoshit mendim nga kryeministria, nuk pranuat ta diskutoni fare. Dhe nuk është se nuk pranuat se ishte rrëzuar në parim, këtë po sqaroj. Pastaj, kur e futi konferenca e kryetarëve, u diskutua në komisionin e ligjeve, u rrëzua dhe ne bëm diskutimin pa pritur efektet financiare të kryeministrisë. Por edhe nëse është kërkuar, siç thoni ju që s'qeka e vërtet, pasi është rrëzuar në parim, gjithsesi duhet i përgjigjet kryeministria një shkrese që i shkon nga parlamenti, se tash si kryeministria. Apo mori në mënyrë telegrafike që u rrëzua në parim. Kështu që fjala për zotin Baçi. Faleminderit kryetar, në fakt ky është një problem që ne kemi diskutuar disa herë dhe madje dhe mazhoranca ishte shumë dakord në parim, të paktën me fjalë në diskutim pavarësisht se rrëzuan dhe në parim me vot, që është një çështje që duhet zgjidhur. Zonja Kushi tha që është një nismë për të zgjidhur një problem. Absolutisht nismë për të zgjidhur një problem ishte edhe ajo që u ndërmor nga zonja Zhupa, deputete e parlamentit, pavarësisht se i përket opozitës. Madje zonja Zhupa arriti deri aty sa kërkoi konsensusin tuaj për të qenë bashkautor me një deputet nga juve për ta propozuar të projekt ligj, për ta kthyer në ligj, për të zgjidhur gjithë problemin. Tashmë ajo që tha zoti Boçi, kryetari i komisionit, që duket si një grabitje, si një marrje iniciative, jo duket, po është në fakt. Nuk duket, po është një fakt konkret, se po të ishte se ju e kishit shqetësim një gjë të tillë, zonja Kushi, do ta kishit marrë si iniciativë shumë shpejt. Por ju se kishit shqetësim për arsye se ju e keni krijuar të shqetësim, qeveria juaj, drejtuesit tuaj me një VKM, pra një shqetësim që krijohet nga ju, nuk e kishit më shqetësim. Shqetësim u kthye nga mësuesit, nga sindikata e arsimit, nga deputetët e opozitës dhe u bë një propozim. Sinqerisht unë nuk arrita ta kuptoj dot, dhe jo vetëm unë mendoj që kushto tjetër nuk arrin ta kuptojnë dot këmbguljen tuaj për mos ta zgjidhur si problem
nga një propozim që vjen nga opozita. Madje, unë nuk e di se çfarë ju do të ndryshoni në këtë nismë, do me thënë mënyrën se si do ta parashtroni ndryshe nga ajo që solli zonja Zhupa në komision. Por në qoftë se do të kërkoni, ashtu siç ne kemi deklaruar në diskutimin që u bë te propozimi i zonjës Zhupa, që është një problem që duhet zgjidhur, një çështje që duhet zgjidhur e 11.000 mësuesve dhe jemi plotësisht dakord që të zgjidhet. Mundet që një herë të vetme megjithëse ju e grabitët, e morët, e vodhët, siç jeni mësuar që të vidhni dhe e bëni mirë këtë punë, vodhët edhe këtë, edhe morët aty për vete. Dakord, po e pranojmë se s'kemi çfarë bëjmë. Por të paktën jepni opozitës të drejtën ti bashkangjitet ti propozimi, gjithmonë me mendimet e propozimit do të ketë opozita në këtë projekt ligj dhe të jetë i përbashkët dhe është zonja Zhupa që ka qenë nisëmtare. Propozimin e ka bërë se s'mund të flisim në emër të zonjës Zhupa, madje unë po e keni parasysh nuk e quajta të udhës dhe jo normale kur zonja Zhupa tha që afroni ju tha ta bëjmë bashkë, dhe i thash që këta do ta rrëzojnë si do të vise duan për vete. Por gjithsesi me që ju e sollët vetë tashmë dhe zonja Zhupa e ka kërkuar një gjë të tillë, pra bashkangjituni në këtë nismë ligjore që të jetë dhe një votim edhe nga opozita për një nismë ligjore që është një çështje për të zgjidhur për mbi 11.000 mësues. Mendoj se kjo do të ishte me udhës, do ishte rruga me drejt. Përndryshe, absolutisht unë personalisht flas për vete, qofse nuk do të jetë, pavarësisht se jam pro zgjidhjes problemit të këtyre mësuesve dhe jo vetëm kaq, se kjo nuk zgjidh gjithë problemin e arsimit. Kjo është një arnim, kjo është një korrigjim i një faji të rëndë që ka bërë qeveria juaj, ministria juaj. Kaq, shumë e thjeshtë, që doni ta rregulloni tashmë nën presionin e Partisë Demokratike dhe deputetëve të opozitës. Por, në qoftë se pretendoni që jeni të drejtë në këtë gjykim, atëherë bëjni një veprim të tillë dhe me ato çfarë propozon opozita, që mos jetë një zgjidhje gjysmake që unë pavarësisht se nuk e kem parë akoma atë projekt ligjin tuaj, se çfarë keni parashtruar dhe për zgjidhur, po unë nuk e di qofsha e gabuar, po jam i bindur që do jetë një zgjidhje gjysmake, se një gjë po ju a them, unë e shpreha edhe në parlament herën e kaluar, që nëse do ta zgjidhni, të paktën ju duhet të parashikoni edhe lekët e prapambetura që ju takojnë këtyre mësuesve. Ky është nga momenti që ka dalë vendimi i Këshillit të Ministrave dhe në vazhdimsi, se pranoni fajin, pranoni që është një gabim, atëherë këtë gabim ju duhet ta korrigjoni, ligji të ketë fuqi prapavepruese. Zgjidheni vetë se si mund ta gjeni mënyrën që parat t'i marrin që nga momenti që u janë ndërprer në mënyrë të padrejtë. Një nga pikat që ne mund të kemi si shtesë propozimin në këtë projekt që sillni ju. Pra, si përfundim, do doja që një herë të vetme të ishit të drejtë me atë çfarë duhet të vendosi ky komision. Faleminderit. Ka njëri tjetër për diskutuar? Po. Zonja Xhiu. Përshëndetje. Është në fakt shqetësuese mënyra se si përpiqeni t'i mbyllni dyert gjitha mundësive që ka opozita. Parlamenti është një nga mundësitë që ne kemi, të mos themi ndër të vetmet, dhe vëmë re se çdo projekt ligj që ne sjellim për komisione, në parlament, rrëzohet. Edhe pse ato janë për të përmirësuar cilësinë e jetesës së qytetarëve, për të ulur koston e jetesës. Pra, jam e bindur që edhe ju e dini që këto u shërbejnë qytetarëve. Përmirësimi i jetës së qytetarëve duhet jetë në fokusin, në dëshirën dhe në vendimarrjen tuaj, por vëre që vetëm prej faktit që këto i propozon opozita, rrëzohen për komisione. Dhe doni të krijoni përshtypjen tek qytetarët që ne nuk kemi mundësi të bëjmë asgjë për ta, që ne nuk mund t'i përfaqësojmë ata. Pra, të rrëzoni atë pak pushtet që ne kemi tek qytetarët, të na mbyllni të gjitha dyert. Në fakt, kjo tregon që këtu ka autoritarizëm, që këtu nuk ka demokraci, nuk funksionon pluralizmi politik. Pra, duke marrë një iniciativë të një deputeti të opozitës dhe duke e bërë tuajën dhe duke e sjellë qoftë edhe ndryshe në komision, ju në fakt i hiqni të drejtën asaj për të mbajtur edhe autorsinë, por edhe qytetarëve opozitarë për të gjetur veten te këto komisione dhe në parlament. Pra,
Nuk është thjesht marrja e një projekt ligji dhe ndryshimi i emrit që shpresoj shumë të vinë në ndihmë këtyre mësuesve dhe kjo është gjëja përfundimtare që ne duam realisht të bëhet. Përfaqësimi i opozitës dhe drejta e saj për të sjellë iniciativat duhet të mbështetet, qoftë edhe nga ju. Doni patjetër të jepni përshtypjen që opozita nuk ka alternativë, që opozita nuk sjell zgjidhje për qytetarët, që këta janë njerëz pa vizion, edhe nuk mund të sjellin asnjë gjë të mirë për ju, sepse vetëm ju dini si mazhorancë t'i bëni këto gjëra, vetëm ju jeni të aftë, por kjo në fakt nuk është e vërtetë. Sepse edhe programi ynë politik për gjatë fushatës ka qenë shumë konkret dhe i adresonte shumë mirë zgjidhjet, por edhe ajo çfarë ne realisht jemi të interesuar të bëjmë është pikërisht jemi pranë qytetarëve dhe të sillim zgjidhje për ta. Prandaj duhet na hapni një derë. Duhet na hapni një derë në komisione, në parlament, që këto nisma që vërtet përmirësojnë jetën e qytetarëve të kenë mundësi të bëhen. Qoftë edhe me qeverisjen tuaj si mazhorancë, me thënë drejtën, me atë çfarë është treguar deri tani, shpresat janë shumë të pakta. Shpresoj të ndërgjegjësoheni, të mendoheni dhe të reflektoni në ndryshim. Faleminderit. Faleminderit zonja Haxhiu. Në fakt propozimi që vjen nga zonja Kushi nuk ndryshon fare nga propozimi që vinte nga zonja Zhupa, sepse kërkon të zgjidhë thash çështjen e pagesës për 11.000 mësues. Dhe tek e fundit vërtet jemi njerëz politik, jemi në llogore ndryshme, por jemi dhe njerëz. Kemi edhe atë moralin tonë, se unë nuk e konceptoj dot se si i njëjti propozim të vi të merret nga goja e një përfaqësuesi të majorancës, ndërkohë që ka ardhur nga opozita, s'ka rëndësi, mund të ishte edhe brenda majorancës apo opozitës, dhe të paraqitet këtu me opsionin për tu votuar. Dhe është e pa kuptim dhe puna e komisionit tek e fundit, ne jemi komision që japim mendime që mund korrigjojmë problematika, mund korrigjojmë parashtrime, mund korrigjojmë dhe në teknik legjislative. Dhe shumë mirë propozimi i zonjës Zhupa që ka këtë qëllim mund të ishte thënë këtu dhe të parashtrohesh, të argumentohesh që ne këtë ndryshim që sjell zonja Zhupa ta kalojmë tek ligji i arsimit parauniversitar. Tek e fundit, korpusi ligjor dhe i arsimit lartë dhe parauniversitar është kompetencë e të njëjtit komision. Dhe këtu ne do ishim treguar njerëz të përgjegjshëm politik. Se dhe moralisht ju, domethënë, po pse, domethënë, do luani me ne në këtë lloj formë shumë banale që ne të votojmë iniciativën tuaj pro se ajo është për mësuesit. Kur e propozuam, ne ju e votuat kundër se ajo s'ishte për mësuesit, për kë ishte ajo. Unë këtë nuk e kuptoj, qëndrimin tuaj unë se kuptoj fare. Dhe pastaj do dilni ti thoni mësuesve, nuk e intereson fare mësuesve, t'jeni të bindur. Edhe si është puna këto 30.000 mësues i keni marrë, i keni vënë përpara të letrën e patronazhimit, ju kanë sjell emra mbështetës për emigrantët, për vota. Këto janë. Edhe janë dhe 11.000 brenda. S'kemi asnjë lloj dyshimi, po ne s'kemi luftë politike me mësuesit. Ne luftën politike e bëjmë me terma politik, po jo në formën kaq tulët saç e bëni ju. Propozimi ynë nuk bën sepse ne jemi shumica, nuk mund bëni ju ndryshime dhe nuk mundet që mësuesit t'ju a din për nder juve. Mënyrat si i trajtoni ju mësuesit, ku ka vend për ditur ndere, ju i merrni, rreshtoni, i kërcenoni me vendin e punës, ju kanë sjellë emrat, edhe një herë po e përsëris të emigrantëve, familjarëve, tjerëve për të votuar me verifikim nga strukturat e partisë, ne e dim çfarë ndodh. Dhe ne ta mbulojmë këtë fakt. Dhe kur marrim një iniciativë ligjore, krejt fare pa ndikim votues politik për të rregulluar një defekt, shumë të rënd, ju votoni kundër dhe a shkon moralisht tjetër gjë që ky propozim të vi nga një ish ministre, se unë këtë se kuptoj pastaj. Ka të një mos kuptim tjetër njerëzor, po të vinte më nga zonja Nako, minimalisht, po them, hajt më kjo pjesa e vrasht dhe mënyrës sjelljes suaj pas ka një lloj arsyetimi nga ju. Po të vinte nga zonja Selami. Po jo nga një ish ministër, ju jeni përgjegjës për situatën drejt për drejt. Doni s'doni, ju jeni ata që keni krijuar këtë kaos, sepse ka filluar problemi që në 2015 me ligjin e arsimit lartë. Është agravuar në 2018 me ndryshimin që keni bërë në ligjin për sistemin parauniversitar në nenin 72. Në atë pikë
që t'jeni të bindur bie në kundërshtim total me kornizën e kualifikimeve shqiptare. Bie në kundërshtim se si do bëni një ndryshim tjetër që të bjeri prap në kundërshtim me kornizën e kualifikimeve, qofshi ju. Korniza e kualifikimeve nuk është monetare. Ta dini, nuk rregullohet nga ana monetare. Dhe po, nuk rregullohet nga ana akademike dhe përcaktimi i diplomës në emërtim akademik rregullon kornizën, sepse këta njerëz do marrin pagesën, por nuk klasifikohen në vendin e duhur sipas kornizës kualifikimeve. Janë bachelor ende, janë bachelor. Dhe këto s'kan sigurt as vendin e punës, s'kan për ta pasur sigurt as karrierën. Ato do jenë gjithmonë trysnise, do zëvendësohen nga ato që janë me mastër shkencor, pavarësisht se kanë 20 vite, kanë kaluar gjithë fazat e kualifikimit. Sillemi ne me mësuesit në këtë lloj forme, po kjo është e turpshme për ne, që jemi marrë drejt për drejt formimin e mësuesve dhe ju që keni drejtuar institucionin e rëndësishëm të Ministrisë së Arsimit. Prandaj unë them që keni kohë të reflektoni. Zgjidhja është në tavolinë, ftoni zonjën Zhupa, ti bashkangjitet nis mësuaj ose të gjejmë një zgjidhje të përbashkët, madje u tregu shumë lojale në iniciativën time në ligjin me ndryshimin që propozonte në ligjin për arsimin e lartë, vendosesh dhe një emër i deputetëve të majorancës me qëllim që mësuesit, domethënë, të kishin një trajtim dinjitos nga e gjithë politika, jo dikush i do, dikush i shan, dikush i mban, dikush i godet, dikush i rreshton, dikush i lavdëron. S'mund të ecim në këtë lloj forme. Ky është për mendimin tim shumë e rëndë të nxjerr fjalë që kanë ngjyrime pejorative, sepse di shumë mirë që duhet ju respektojmë në atë pjesën e gjinisë, e them me shumë seriozitet. Po për mua është veprim shumë i ulët politik, shumë i ulët politik. Po merrni gjitha idetë, edhe ato që ka sjell zonja Tabaku, dhe ato që ka sjell zonja Xhiu, dhe ato që ka sjell zonja Xhixho, merrni dhe çojeni atje ku doni ju dhe aleluja, ju jeni ata që propozoni, bëni çfarë nuk bëni për të mirën e mësuesve, të njerëzve, të qytetarëve, bujqve etj, por si ide janë ide të opozitës. Se Luani e tha mirë, jeni mësuar të vidhni, nuk e kishe vetëm personalisht duke u cilësuar ju. Sepse edhe me programin gjatë fushatës, çfarë ndodhi me programin e njëjta gjë, morët tezat e programit të Partisë Demokratike dhe i bët pjesë programit tuaj se s'kishit program. Vetëm 2 javët e fundit artikuluat program. Filluat me pensionet, filluat me TVSH-n, filluan me gjërat e tjera. E njëjta gjë po ndodh edhe tani. Ka njëri tjetër? Atëherë vendimi i komisionit është që të presim ta diskutojnë në komisionet e tjera që janë për dhënë mendimi, apo jo? Po pra, po ju e thatë vetë, propozut vetë. Ishte propozimi juaj, po si ishte propozimi im. Po pra, për kalendar, po kalendari duhet ketë data kalendari, prandaj. Po pra. Po nëse miratojmë atëherë ne çfarë do diskutojmë tjetër? Po ti fusim kalendari kemi futën se na ka sjell konferenca e kryetarëve. Po me datat përkatëse. Ta vendosim me datat përkatëse. Jo më sherrë, jo nuk du sherrë, unë s'kam kohë për sherrë se jo, po sot jo, ka i gjë, unë jam shumë qef. Jo, po s'është kjo pa qef. Unë jam shumë qef. Madje po është jo as smur nuk jam. As smur nuk jam, se nuk quhesh smur se ke djegur gishtat në protest. Nuk quhesh smur. Madje quhesh më shumë i motivuar që protestën tjetër ta bësh akoma më të fortë. Dhe ne do e bëjmë më të fortë, jeni të bindur për këtë gjë. Se s'na kufizon kjo pjesa e goditjeve që marrim në vazhdimsi. Po, atëherë përcaktojmë relatorin për këto projekt ligjet, ose projekt vendimi nuk ka nevojë, Marieta, për relator, projekt vendimi. Nuk ka nevojë për projekt ligjin relator nga ana e majorancës, Alma Selami. Nga ana e opozitës, relator Luan Baçi.
Mos e përsërisim Bruno se ishte tek pjesa e propozimit që solli zonja Zhupa. Datë propozojmë të martën me javës që vjen. Po pra, duhet datë? Pra të martën. Po. Atëherë, ditën e martë javës së vjen Marieta, i bie data, ta përcaktojmë datën, sepse do marrim vendim në 3 mars. Po. Për projekt vendimin pastaj, s'duhet kemi vendimarrje tjetër, duhet ta vendosim që tani, e vendosim datën 10 të martën pas një jave. Atëherë kush është dakord? Po, miratohet. Mbledhjen e konsiderohet mbyllur. Faleminderit.